Përshëndetje nga unë Adi dhe në këtë video do të mësojmë se si të aplikojmë çmimet shtesë në një rezervim. Çmimet shtesë për planet tarifore të ushqimit. Shembull, kemi vetëm akomodimin që është 6% TVSH dhe akomodim plus ushqim ku është 6% TVSH akomodimi dhe 20% TVSH ushqimi. Tek dhoma dhe setup, planet tarifore, unë i kam çaktivizuar, le të themi, vetëm dhomë, i kam çaktivizuar half board, full board, e kam lënë aktive vetëm 2 plane. Bed and breakfast, ku në këtë rast çmimi është i përfshirë në akomodim dhe është 6% TVSH, por nëse do kemi një plan tarifor tjetër, le të themi all inclusive, si në këtë rast, çmimi do jetë ndryshe, ose fatura do krijohet ndryshe. Do kemi një faturë shembull në 100 euro, ku unë kam përdorur formulën në këtë rast 70-30, që të thotë në 100 euro rezervim, akomodimi me 6% është 70 euro dhe ushqimi 20% TVSH është 30 euro dhe në total është 100 euro. Po e ruaj dhe po të vim të bëjmë një rezervim tani me all inclusive në frontend, po marr përsëri një klient ekzistuat, tani po zgjedh gjithçka e përfshirë, all inclusive, po e krijoj si rezervim. Dhe në mos gaboj 101 krijuam, po gjithçka e përfshirë, plani i ushqimit, le shkojmë tek pagesat, ta shtojmë si pagesë, mënyra e valuta është euro, mënyra pagesës kart, e konfirmojmë si pagesë, e rikonfirmojmë edhe një herë dhe të shikojmë se si do krijohet fatura fiskale për një rezervim ku ka të përfshirë edhe ushqim. Normalisht duhet të jetë ndarë në dy produkte. Produkti i parë që është dhoma me 6% TVSH dhe produkti i dytë është ushqimi që është me 20% TVSH. Mund të vim tek detajet e rezervimit, tek faturat, mund ta provojmë ta printojmë, ta letëruajmë si PDF dhe e kemi të ndarë. Pikërisht, le ta zmadhojmë. Po ta shikojmë, kemi dhomën që është me 6% TVSH, 84 euro, dhe kemi ushqimin që është all inclusive për dhomën 101, që është 36 euro me 20%, ku është çmimi pa TVSH, TVSH-ja sa është, këto janë të ndamës, sa është në lek, sa është në euro, këto janë standarde pastaj. Por kjo është mënyra se si faturohet një rezervim i tillë. Do të konfigurohet vetëm një herë edhe pastaj aplikohet në çdo rezervim që vjen. Ne mund ta shikojmë edhe nga ta bëj pak anullo, shikoj QR kodin, edhe nga këtu. Me sa duket nuk është lëshuar akoma, por e kemi totalin. Kjo mund të zgjas pak derisa lëshohet, por gjithsesi na janë gjeneruar dhe e kemi faturën të fiskalizuar. Mund të bëjmë një reload, ndoshta mund të punoj pak. Po jo, nuk po e pres, 111.292 lek. 292 lek, okej, në rregull. Është e fiskalizuar, është e saktë, thjesht nganjëherë tatimet vonojnë për ta gjeneruar si faturë. Po e ndërpres këtu, po e ndërpresim, po e vim këtu. Atëherë këtu le të bëjmë një tjetër. Le të aktivizojmë edhe full board. Full board çmimi mund të jetë edhe këtu. Le ta bëjmë 80-20 në këtë mënyrë full boardin. Ta aktivizojmë. Të provojmë një rezervim tjetër. Tek kalendari do zgjedhim full board. Tani që e kemi aktivizuar, mund ta zgjedhim board i plot. Le të bëjmë një çmim fiks vetëm për të parë, 100 euro. Test arsye pse po lëvizim çmimin. E krijojmë si rezervim. Tani do vim tek 100, jo 101, 100 me ngjësi përfshirë, 203 bordi plot. Okej, në rregull. Le të vazhdojmë tek pagesat. E shtojmë si pagesë, kemi vetëm dhomën, mënyra pagesës kart, e konfirmojmë. Tani e kemi 100 euro dhe kemi zgjedhur 80-20 formulën për ta ndarë këtë. Dhe do të shikojmë që në 100 euro duhet kemi 80 euro
me 6% dhe 20 euro me 20% TVSH. Kjo është formula që përdorëm në këtë lloj room rate-i. Tek detajet, tek pagesat, faturat, printo, ruaj si PDF për ta hapur dhe po ta shikojmë pikërisht. E kemi 80 euro akomodimin me 6% dhe 20 euro ushqimin me 20% TVSH. Ta shikojmë nëse kjo faturë është e regjistruar më njëherë dhe kjo akoma nuk është regjistruar. Me sa duket ka një ngarkesë tek tatimet në këtë çast. Por kjo është ideja e ushqimeve. Po të vim edhe një herë këtu, në varësi të formulës që përdorim këtu ndahet TVSH-ja, akomodim dhe ushqim. Është mjaft praktike, shumë e thjeshtë dhe vetëm me një lëvizje krijojmë le të themi ndarjen e TVSH-s për ushqimin. Faleminderit dhe shihemi në një video tjetër.